CNA prej ditësh ka publikuar emrat e blogerëve, personazheve publik, artisteve që janë bërë pjesë e skemave të Erion Veliajt. Kryebashkiaku të arrestuar të Tiranës me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale në protestë kundër qeverisë dhe kryeministit Edi Rama. CNA denoncoi se personazhe publike, njerëz që janë futur në emisione të ndryshme në show si Përputhen apo Big Brother dhe emisione të tjera, individ të bërë të famshëm nga TikToku, personazhe të rrjeteve sociale që janë të pranishëm në protestë, janë persona të paguar nga vëllai i Erion Veliajt, Arber Veliaj, i kompanisë Google, i cili administron 10 reklama kompanish, si CNA ka raportuar rastin e Ajkos. Në editorialin e tij të radhës, Merobaze, i cili nga ushtari Saliut u bë pa kohë ushtari Ramës, nga demokrat, revolucionar, socialist, tani ka ngelur një 99 që vogël i Erionit e ka pranuar në shërbimin e tij se këta bloger janë të Erion Veliajt dhe i ka paguar Erion Veliaj, po pas ka një muaj që nuk i paguan. Pra deri dje ishin të Veliajt këta blogerët. Merrnin para nga Erioni që të bënin fushat për të, që të bënin fushat për PS-n. Tani një ditë e bukur para një muaji, tak, u ndërpren pagesat sipas Mero se filloi protesta, se filluan lëvizjet dhe blogerat dolën kundër. Në fakt, puna e pagesave të blogerëve është një tjetër histori, se njerëzit ndryshojnë, mund të jenë dhe me Erion Veliajin dhe të nesërmen të ndryshojnë zgjedhjen. Por problemi është që shumica e këtyre blogerëve jo vetëm kanë qenë me Erion Veliaj në fushat për ta bërë kryetar bashkie, jo vetëm një pjesë e madhe e tyre, aktor, artist, blogger, shkuan kur kishte gjyqjen në gjykatën administrative dhe pse nuk kishin asnjë lidhje për të shkuar në një sallë gjyqje, por këto janë skemat e Veliajt dhe vëllait të tij Arber Veliaj që i paguan blogerët. Për disa prej tyre vazhdojnë paguajnë dhe do të vazhdojnë të punojnë me agjenci reklamash, se me ato punë jetojnë ata. Janë mercenarë sa të Erionit, sa të Ramës, se mercenarët të Saliut me pagesë nuk bëhen dot, se Saliu s'ka as pushtet, as kompani reklamash që të qarkullojë 10 miliona euro, duke marrë paratë të kompanive më të mëdha të reklamimit në vend, si kompania Google e Arber Veliaj që lindi në 2015 me xhiro sa një kiosk dhe tani është një nga kompanitë më të mëdha në qarkullimin e reklamave në vend. Kjo kompani përdoret jo pa qëllim, por për shpërndarjen e parave në media sipas interesave që i takojnë pushtetit të Ramës dhe Erion Veliaj. Dhe duke pasur parasysh këtë, është fakt që Erion Veliaj nga burgu jo rastësisht i ka vërsulur blogerët e tij të dalin në protestë. Ka dhe nga ata që kanë shkuar në protestë dhe kanë bërtitur lironi Erion Veliajin. Din pyetja, kur nuk i paguan më Arber Veliaj apo Erioni këta bloger, pse bërtasin në shesh, lironi Erion Veliajin derisa i morën me shkelma dhe i dëbuan? Kjo është e vërteta. Pastaj se kush janë pisa tjetër në protestë, këtë e din të gjithë. Ka qytetarë në të drejtën e tyre që protestojnë, ka të rinj në të drejtën e tyre që protestojnë, ka anarkist, neomarksist, trumpist, konservator, demokrat, socialist, të paaft, të zot, dështak në politik, nga të gjitha llojet. Por ata që ranë në sy të kësaj proteste ishin blogerët, siç thot dhe Mero që i paguante Erioni. Por tani ka pak kohë si paguan. Ndërkohë ata vazhdojnë shkojnë, bëjnë thirrje për protesta dhe për lirimin e Erion Veliajt, megjithëse Erioni si paguan, siç thot Mero. Por këtu pranon një të vërtetë të paktën, që Erioni i ka paguar mirë. Sa i ka paguar, faturat i ka Arber Veliaj. Mjafton Edi Rama të kërkoj faturat e Arbrit, po ato që jepen me bank, se flitet se ka dhe pagesa pa bank. Po këto janë pjesë e hetimeve të Spakut, nuk na përkasin neve.